Mua më pëlqen shumë podcast. Kam pasur një podcast. Jemi kështu të lirë. E ke pasur në të shoh, po. Në radio, po. Periudha më e bukur Si u ndjeve e aty? karrierës time ka qenë pikërisht ajo koha kur unë bëja podcastin tek RTS. Me politikanë. Dhe nuk e di, po politikanë që të zhvishen aq shumë nga petku i politikës, unë nuk isha pa realisht. Renata e ka bërë, po. Renata çfarë na ke dhuruar atje? Ka shumë humor, domethënë të marrësh humor nga serioziteti një politikani, kjo është, nuk e di, kjo është perfekte. Si arje këtë? Si në shtëpi, domethënë, në karrierë nuk kërkoja asgjë tjetër, vetëm të kisha një gjatësi tek këtij podcasti, po siç rëndom në Shqipëri. Po çfarë ndodhi me këtë? Ndryshojnë Drejtorët e radio televizionit. Nuk ka lidhje vetëm drejtorët. Kështu është ngrit sistemi tani kudo, edhe aty. Kjo është një Më pëlqen fatkesi shumë ai në fakt. televizion faktikisht. Unë jam E rritur them me nga atë eksperjenca, televizion. 5 vjet dhe unë aty, po. Jam rritur me atë televizion edhe që e vogël, të gjithë televizionet për mua janë. Në çfarë moshë ke hyrë televizionit kur ke marrë pjesë? Kemi edhe News 24 që është televizioni informacioni, por e mbush dhe me spektakël. Domethënë, ke variante sa të duash. Por të shoja radio televizioni publik shqiptar, vetëm ato Është kishin nëna e dikur. televizionit Kemi shqiptar, rritur me ato, po. kështu që ndonjëherë Mendon se është një defekt i televizionit publik shqiptar, radio televizionit shqiptar që sa fillojnë që të ngrihet, le ta themi, ose të krijojë një bazament saktuar, e përmbys direkt. Për shembull, emisioni jot, realisht, jo se jemi Të qeshim seriozisht. Ka qenë shumë Në e bukur, radio. dhe unë mendoj që ai emision duhet vazhdonte. Me Pra kë ke duhet qeshur kishte një seriozisht rrjet aty? Me saktuar. kë ke qeshur më nga ato seriozisht aty? Pse ndërpresin? Jo doja dilja këtu, pse ndërpresin kontratën? Çfarë gazetar është zoti madh? janë gjëra që më përkasin ti them publik. Je mërzitur? Po patjetër. Patjetër se E doje, e shikoj ishte afa një gjatë atë emision projekt, shumë- po. Ishte një podcast shumë i lezetshëm. Ndjesha shumë rehat, stafi ishte shumë i mirë. Ç'do bëjmë? Urojmë që ta rimarrësh.